Sinjali i fundit i telefonit do të shkikur afër shtëpisë. I duronte mbase. Këto dy mesazhe ka qenë të fundit. Çfarë të them? Të kthej për fëmijët një herë që gjuna. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të hap dritaren, do shkojmë në Itali dhe do hap dritaren për një vllai i cili do t'rregojë problemin madhor që ka me motrën e tij. Do të jetë Gjergji, i cili do t'rregojë historinë e motrës së tij, Floresha Pengu, një 36 vjeçare nga Pogradeci, e cila prej 3 viteve kishte emigruar me bashkëshortin dhe 2 vajzat e mitura drejt Italisë për një jetë më të mirë, por në atë familje ndodhi hataja. Çfarë ka ndodhur? Do të jetë Gjergji ditën e sotme që do na i rrëfej këtë histori. Gjergji, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke shkruar një mesazh dhe me sa kuptova ke probleme me motrën? Po. Çfarë ka ndodhur? Nis nga ta filloj. Unë rri në Itali në Perugia. Dhe motra jetonte 3 vite e gjysmë që ishte në Trento, në Itali. Në Itali, po. Dhe punonte në një kompani pastrimi bashkë me burrin. Dhe burri punon në të njëjtën pronar, domethënë kishin. Kjo pastronte zyra kështu në atë kompanitë, ai i shoqi tjetër i njëjti pronar, po ka tjetër punë, pastronte në lulishte kështu. E qartë. Dhe para në 18-19, 2 ditë përpara se të largohesh, unë kam qenë aty 2 ditë përpara, se tash ka mosmarrëveshje ndonjëherë me burrin që nga që kishte shumë orë punë motra. Edhe i tha vendri, kështu që më thanë që hajde u vinja shpesh domethënë. Dhe vajta që të lindte pak orë, se ishte shumë ngarkuar me punë. Po. Dhe tha do t'i lec sa orë punë, se shoh sa që jam shtuar, ishte të mësuar pak shumë. Ai punonte shumë. Me orë të zgjatura, e qartë. Me orë të zgjatura, po. Po. Pastaj folëm prapë në telefon, të mërkurën në mëngjes, u nis për në punë dhe qatë ditë pastaj s'kemi më asnjë kontakt. Ka humbur? Po, që nda 22 tetor. Si quhet motra? Floresha Pengu. Floresha Pengu. Sa vjeç është motra? 36 vjet. Dhe lindje në Shqipëri ju e keni çfarë vendi? Pogradeci. Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, po. Pra mëngjesin e 22 tetorit, ajo ka dalë nga shtëpia për t'ikur në punë dhe nuk u kthye më. Po. Që i bie gjurmët e fundit jenë nga Trento, Itali. Trento, po, nga Trento, mëngjes. U nis për në punë në mëngjes, do se dimorën se tash i pyesim burrin, nuk e di çfarë ore ka ikur nga shtëpia. Thot se ikte në mëngjes shpejt, domethënë. Pastaj vinte në orën 7:30 që çonte fëmijët se ka 2 goca. Oh, sa vjet? 8 dhe 10 vjet. 2 vajzat mitra. Po mirë, mund të pyes pak Gjergji, dhëndri si quhet? Burri motrës? Saimir Pengu. Saimiri, çfarë tregoi, kanë pasur konflikte atë një natë përpara? Jo. Por si ka qenë? Janë konflikti, po ka në shtëpi që ai thoshte që punë. Ka konflikti, ka dhe po atë natë thotë nuk, jo, se unë 2 ditë përpara isha, siç thashë, dhe biseduam, nuk patëm në një konflikt kush e dite, si ta shpjegoj, për punën e punës, domethënë. Gjergji, motra 2 ditë para se të humbiste të mori në telefon dhe të kërkoi ndihmë se kishte probleme me burrin, me sa po kuptoj. Po. Çfarë të tha? Mund të ma tregosh gjithë bisedën telefonike dhe vajtjen tënde atij dhe çfarë mësove ti? Ajo të mori në telefon. Po, në fakt më ka marrë vendrin në telefon. Me motrën flisnja shpesh, po vendri tha që kështu motra tha nuk ka shumë orare pune dhe thotë tha që do t'i letha dhe vazhdon akoma oraret e zgjatura. Por ajo punonte sa orë në ditë? Në fakt kishte shumë orare të ashtu se nuk i rregullonte vetë oraret, domethënë të kishte shumë orë pune, se vinte 2 orë kthehej me të fëmijët, domethënë
ose i çonte në shkollë, pastaj kthehej prapë i rregullonte orare si dhe në darkë punon deri vonë prapë deri në 9:10. Kur i mbaronte ato zyra, tash ishin ato në mëngjes do të ishin pastruar që vonte prapë. Por Sajmiri ka patur problem që ajo punonte më orë të zgjatura, kërkonte që gruaja të punonte më pak? Po, këto kohët e fundit nga që ashtu i tha që li pak orë, se shumë orë pune, shumë. Dhe ti vajte, u nise dhe vajte te shtëpia e motrës. Çfarë ndodhi atë natë që ti shkove? Po, unë nisa vajta të shtunën atje, të ka vajtë direkt të i shkojta motët, ku je me puna, i vajtë ka vajtë direkt në puna. Po. Kam pastruar atje në një orë kështu me bashkë me motë që ta mbaronim, dhe ta mbarojmë bashkë që ikim në shtëpi. Kemi pastruar atje zyrë, ishte një zyrë e madhe. E qartë. Dhe pastaj vajtëm në shtëpi. Biseduam aty kështu e ta orë që kishte në darkë do t'i heqta, një 40 orë, të kishte shumë orë pune dhe tha do t'i lej këto që kam në darkë vonë. E biseduam me burrin, të thea burrit, të thea mund ta di, se me një pronar punonin domethënë, një Të dy, në një kompani. Po, në një kompani. Dhe ti them që të dilën kam ikur pastaj, të dilën ika. Pra, le të themi që nuk ishte një konflikt i madh mes të dyve. Jo. Nuk ishte një. Por Qirane kishin 700, du të punonin. me ke aty afër se dëgjoj zërin. Me mami. Si quhet mami, do flas dhe me mami. Si quhet mami? Feruze. Do flas dhe me zonjën Feruze pak më vonë. Zonja Feruze, unë e kuptoj që goca juaj ka punuar më orë të gjata, se ka patur qera të shtrenjtë dhe jetesa është e shtrenjtë në Itali. Ajo ka vajtur në punë atë mëngjesit se 2 tetori, burri ka pyetur, është interesuar. Tani ne pasaj ditën e mërkurë, të dilën më drejt kam ikur unë. Po. Si po ndej dolëm të dilën në mëngjes me goca, ato ne nga parku, morëm një kohë, normal, nuk ishte ndonjë shumë rregull, as motra nuk ishte aq që thoshe që e mërzitur apo e pyeta tek provajta direkt që të ishte në puna. Tha çfarë problemi ke mos i mërzitur, ai sa ditë nga unë apo kështu. E tha jo, tha po këtë fjalë më thot njëri, tha që të leca orsa dhe jam shumë e ngarkuar tha. E shoh dhe veta se ishte do gëstuar këto kohë, se një vit e gjysmë përpara na ka vdekur babi. Dhe qatë kohë e mori një çik u mërzit shumë në fakt, dhe mori shumë keq, shumë qatë e patim pak mërzitje, pak së për u mbyll, nuk vetëm në puna se kur e nxirret atë Dhimbjen që kishte për babaj. Po. Do ikin punë, do punoj për goca, vetëm kështu thoshte. Atë ditë që keni qëndruar të dy së bashku sa i mirë dhe ti e ke ndihmuar motrën tek puna që ta mbaronte sa më shpejt, të ka shprehur ndonjë shqetësim tjetër? Jo, pra nuk e shprehte, nuk tregonte, tash unë e kuptoj që ishte pak e mërzitur, por nuk ma shprehte. Nuk donte si më bënte për qeshur, se fit kishte një si Google aty që flasin kështu një Alesia qyshe, Alesia. Ajo që flas që thoshte Alesia më ka ardhur vllai, edhe ajo, më thuaj diçka për qeshur, donet ma largonte atë, nuk po tregonte që ishte e mërzitur domethënë, nuk. Por le të themi ti si vllai e kuptove që diçka ajo kishte, por nuk ta shprehu atë ditë. Po e kuptova pak që ishte si mërzitur, por nuk e pyesnja që mos jemi hajt sa ditë nga unë çfarë ke, po këtë llam, më thot njëri që të le ca punë, ta le. Po nuk kam se ta le direkt, sa që nesër të rrem aty nuk vi në punë. Se unë kishte vjerën para 2-3 muaj dhe i thoshte që shko në punë se jam unë, ti mbaj unë fëmijët. E qartë. Një javë përpara iku ajo, i mbaroi 3 mujorshja, një javë përpara se vajta unë. Dhe ta qita unë deri di kërkoja i thosha mirë por punë aty të pastrojte se më mbar fëmijët vjerra. Tani që iku ajo i tha burrit, unë s'kam si dhe nesër nuk të vi në punë ta, se unë deri di ju luta. Sot t'ja le punën, ishte shumë e punën, nuk donte që ti thoshin që se e bëre keq ose ishte saktë, shumë e. Dhe tha dua që ti le tha avash avash, jo ti le tha nesër të them sa nuk vi në punë. Do ti le tha do ti le ditës ti le nga pak. Por Gjergji, dua të mbajmë të data 22 tetor, sa ajo është dita më e rëndësishme që ka në kontaktet motra jote Floresha. Ajo atë në mëngjes ka folur diçka me bashkëshortin?
Të mërkurën në mëngjes, në orën 8 më merr Po. Miri, sa i Miri, pra më merr Dhëndri dhe më thota që motra nuk është, më duket se është në spital se ka çuar 2 mesazhe gjithsej. Motra ka dërguar mesazh. Burrit. Po tash unë se dia, se janë shumë pikë që nuk e di ai ka çuar motra mesazhe. Një mesazh ishte që i kishte çuar ditë punës, po i le Chelsea se atë ditë në mëngjes ka vajtur në një palestër, i kishte afër shtëpisë për të pastruar. Po. Dhe i kishte bërë mesazhin që po i le Chelsea atu në palestra të gjitha punëve, se kishte një çantë që i mbante, kishte shumë punë, po i le këtu dhe po i në spital se nuk jam mirë, po e le punën. Mesazhin e parë në orën 7 fikse kishte dërguar këtij pronarit. Mesazhin e parë e ka dërguar pronarit të saj që i ka treguar ku ti lë Chelsea-t edhe nuk jam mirë me shëndet. Po i në spital. Në 72 minuta ka çuar burrit. Kujdesu për fëmijët, më fal, unë po ikin e babin e lumit të mbytem. Është këto 2 mesazhe kanë qenë të fundit. Në orën 7. Mua më ka marrë në orën 8, mas një orë më ka marrë, më ka thënë që kështu motra është spital. Po ndalemi pak tani. Ajo mesazhin e burrit i ka thënë kujdesu për fëmijët se unë do iki akt fatal nëse ajo e ka bërë një gjë tillë për veten e saj. Por ty të ka marrë në orën 8 në telefon. Jo, më ka marrë Dhëndri. Unë ka folur një ditë përpara. Që të martë. Por ka që rënduar ishte nga ana psikologjike përderisa ka dërguar dhe këtë mesazh? Nuk besoj se ishte pak e mërzitur, po jo të arrijë njeriu se nuk ishte shumë e saktë, domethënë shumë nuk harrin dhe njeriu të bëjë atë gjë. Por në spitale ka kërkuar burri, është interesuar në spitalet e qytetit ku jeton? Po, pastaj më mori në orën 8, unë jam nisur direkt nga këtu Perugia, po jam 450 kilometra nga për në Trento dhe kam vajtur në orën 12 atje në Trento. Po. Kur vajta atje kishte bërë denoncimin përpara. Në polici. Në policia. Pastaj tash më vjen prapë se zinja ku të kërkonja, kam vajtur dhe unë prapë të dy atje, kemi bërë prapë denoncim që nga është si. Nga atje pas e kemi vajtur dhe thashun vjen në spital i të pyet, po unë vajta, po vjen prapë një spital ishte atje i madh. Që vinin gjithë në Trento, se ishte në brenda në Trento, në qendër. Po. Kemi vajtur atje, kemi pyetur, sa nuk ka ardhur asnjëri, tha se ajo çantën që mbante çdo ditë, që mbante me vete me çelësat e shtëpisë, pasaport, permeso, çaki. Gjithë që mbante me vete i ka lënë në shtëpi. Nuk i ka marrë me vete atë ditë? Nuk, as lek, se kishte edhe lek në portofol, as kartën e bankës, as dokumenta. I ka lënë çantën që mande gjithmonë, i ka lënë në shtëpi. Kjo ngres shumë pikë pyetje, se ajo ka dalë për punë. Dhe çan do ta merrte me vete atë mëngjes. Po. Por bashortit nuk i ka komunikuar asgjë Sajmirit? Jo. Kështu thot asnjë nuk. Askush nuk e ka parë në qytet, qoftë ndonjë punojës, ndonjë kolegu i saj, ndonjë. Po pra, pyetën pastaj në policia, se atje është qytet. Kamera ka nga do. Po. Në shtëpia nuk kishte kamera aty afër, ku ishin pallatet, se ishin pallate të mëdha. Aty nuk ishte kamera, po sa dilte për në shtëpia që të vjen në palestra, është një kryqëzim kamera mbi kokën sa 2 kamera që rrotullohen. Përpara se të hyjnë në palestra është një bankë, prap kamera. Palestra kishte kamera. Janë hapur nga ana. Po, kanë vajtë, i thanë policisë ne kështu për kamera, kështu kemi kontrolluar, thotë, po nuk regjistrojnë kamerat e palestrave. Dhe nuk është mundur dot të verifikohet nga kamerat e sigurisë rrugën ku ajo ka vazhduar. Po, ashtu i thosha që thashë më mirë për punë gjoba ashtu në Itali tash, më vinë thashë në shtëpia që për punë gjoba vetë makina, se ja do targa ti kapin tash, ju nuk ja të shpjegim domethënë, vetë pyet, të më deja një javë pastaj aty, kam vetë të mërkurën kam ikur tani. Deja një javë nëpër Trento, pyeta vërtet nëpër, le që për ditë vjen në polici, para ditë mbas dite, nëpër spitale, nëpër nuk lanë vend, ata të njëjtën gjë, vjen policia, nuk kemi parë gjë. Gjoba kështu i vit, disa që thjesht edhe për ne ishte puna e thjeshtë, të thonë
Kamrat nuk I kemi hapur, kamrat nuk kemi parë gjë. Është shumë e çuditshme, shumë nuk ja të shpjegim, nuk jemi në kërkim. Gjergji, duke ditur që ajo ka dërguar mesazh bashorti që do iki të hidhem në lumë, policia ka bërë kërkime. Po qatë ditë ka dalë direkt me helikopter dhe me ato zhytë që hyrën në lumit. Po nuk varet, po? Po, atje u fokusuan direkt, nga që ishte mesazhi. Unë që fillim që provata I thash që këtyre mesazheve nuk u besoj shumë. Se nuk ishte, se unë kam qenë 2 ditë përpara se nuk ishte në atë gjendje që të vinte të vendeve të vrasja, apo siç po ne këtu fokusohemi në mesazhe. Nëse kam kërkuar edhe finali I fundit I telefonit do të fikur afër shtëpisë. Pra sa ka dalë nga shtëpia, ajo ka fikur telefonin. Kështu e verifikon policia, do të fikur afër punës, se puna me shtëpinë ishte afër. Diku këtu në mes është afër shtëpisë sa është fikur telefonin, se është finali I fundit. Rreth çfarë ore e ka fikur telefonin? Në orë 7, sa ka çuar mesazhet, direkt është mbyllur telefoni. Tash Gjergji, unë uroj që ajo të jetë mirë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj, se që nga një histori shumë e trishtë me thënë të drejtën, por dua të pyes, përgjatë asaj një jave që ti qëndrove nëpërmjet fotove, askush nuk e kishte parë në zonën ku ajo jetonte? Është për çudit, po, askush. Nuk e kemi parë, nuk ngrini syve, është shumë e çuditshme. Por pse dyshon ti që ato mesazhet nuk I ka shkruar motra juaj? Dyshoj se do më thoshte mua mamit motrës se kam ndonjë motër ditën në Greqi. Një lart do më thoshte një mesazh mua, mos më kërkoni se do iki. Tash pse I dërgoj vetëm burrit e të punës se neve s'na ka është Ti dyshon çfarë? Çfarë dyshon se mund të ketë ndodhur? Dikush ka marrë telefon? Çfarë dyshoj? Ku s'na vete mendja? Dyshoj, po di unë. S'dim çfarë nuk di çfarë thuash, është shumë e çuditshme. Të tash I shkoti burrit edhe të punës, e përpi, mbarova punën se kishte palestra e fshirë në mëngjes, se një orë punë kishte në palestra. Pra ajo e ka kryer punën në palestër. Kështu thoshin ata, ajo punës se u e shmarrën në pyetje dhe ajo palestra e fshirë thoshte në mëngjes. Po. Edhe burri thoshte që e ka pastruar se ka lënë lickat e lagura, se kishte një bicikletë, kishte lënë aty në bicikleta që vinte në punë. E ka bërë punën thoshte dhe ka sill çantën me gjërat në shtëpi, pastaj ka hyrë prapë. Do me thënë ajo kur ka dalë ka marrë çantën me vete, pastaj është rikthyer në shtëpi dhe ka lënë çantën. Po kjo është me amendësi se ajo se ka parë në mëngjes. Çfarë ore iku në punë nuk e di, thotë isha në gjumë. Të mëngjes ikte shpejt. Nuk e di ku më 5, kush e di çfarë ore ka dalë. Por tek fëmijët, vajzat I ka të vogla, të mitura, por vajzave ju kishte komunikuar diçka ditë përpara nëna? Jo. Ato kështu, siç ka thënë pastaj I ka thënë saj miri që mami u nis për në punë dhe ka thyer këmbën në spital. Ja ka shpjeguar vajzave. Vitet po, e tani sa që kam marrë prapë, ndjenja një javë, vajta prapë pastaj me mamin, erdhi motra nga Greqia, vajtëm të tre prapë. Ato këtë lëf që I pyes, mami çfarë u tha kështu, ato u mungon normale, do thonë që s'po vjen mami se është në spital. Nuk është diçka e bukur ta themi, po është në spital ka thyer këmbën. Është e dhimbshme, kërkojnë nënën e tyre presi që dalin nga spitali ndërkohë që ajo është e humbur. Po. Gjergji, më lejo që në këto momente duke ditur që në Itali ka shumë shqiptar që jetojnë, ndoshta me mikeshat që ka patur shoqet, është lidhur bashkëshorti saj miri, ka pyetur, ndoshta me dikë ajo është shprehur, ka treguar diçka atë problem që ka pasur dhe s'ka mundur do ta ndaj me ty si vlla. Jeni mundur të lidheni me shoqërinë e saj? Po, asnjë. Askush nuk di asgjë për atë. Para në datën 8 tetor ka folur me një shoqe që ka patur në Tiranë. Po. Asaj ka shprehur që tek që bërë analizë dhe nga që vetëm do pësoshte ishte do pësuar shumë, dhe kështë thënë asaj që se si ndjej kisha frikë mos kështë në një kancerë në një qesë e shkujnja vetën që vetëm do pësoshte. Po shkëqyrë Zotit më kanë dalë analizat mirë, e do mundohem të rikuperoj kile që kam humbur. Se edhe flokët të automobilin, ndaj dyshoja ata për në një jetë keqe. Kështë folur me shoqe që na I dërgovi një me shoqen në Shqipëri. Se ka punuar në call center para se dikte në Itali, edhe me atë shoqe pas ka folur deri në datë 8.
mesazhi i fundit, datë 8 orë. Po këtë e dinja unë që ishte vizituar se i thoshin gjithë që nga punove, çfarë ke i dobësuar shumë, leri ca orë pune. Ajo që fiksoi, jo do punoj për goca, do të ule gocave leka. Si do në analizet kruajta pasaj që e pyeta, shumë mirë më dolën, tha. Mendoja çfarë kam që bashkë, po në analizet i kanë dalë mirë. Vetëm mungesë vitamine kështu ka thënë, se nuk kanë, vetëm kafe. Pin kafe shkon punë, por nuk reziston vetëm. Është e dhimbshme, por gjithsesi le të themi që gjendja e saj psikologjike ka qenë e ngarkuar. Ishte pak e ngarkuar, po jo të harrej njeriu se po them ishte e 2 ditë më para, nuk e shprehente, po prap edhe në puna ata dukshte që ishte pak e mërzitur, thoshe, siç nga ashtu. Po ishte shumë e saktë në orare, për punën e vendet. Për çdo gjë ka qenë. Gjergji, ju vetë si vëlla, duke ditur që keni takuar 2 ditë përpara se të humbiste, keni pasur komunikim të vazhdueshëm me motrën dhe ajo sa herë që ka pasur probleme ty të ka telefonuar dhe ti ke shkuar tek ajo i ke qëndruar pranë. Çfarë dyshon? Se mund të marrë një akt fatal për jetën e saj, është larguar dhe fshihet diku. Çfarë dyshon ti si vëlla? Unë s'di si të them. Tu dali vërteta, nuk asun se di çfarë mund të ketë bërë. Po tash vetën e policia thotë nuk kemi parë kamerat. Se ditën e dytë që kam ndonjëra atje, kanë ardhur me qenë në shtëpia, policia, ata të zjarrtik të çfarë ishin atje. Dhe thoshin që kështu që në hatën në shtëpia rrobat këto, që ta shkonin nga ka ikur. Po. Dhe sipas atyre vajtën në palestra, se ishin 2 qenë që 3 qenë sa ishin. Vajtën në palestra dhe pastaj ikën për nga larg për nga lumi. Fatale kjo. Por pastaj kaluan ata nuk na thanë asnjë shpjegim. Gruajtën e policisë na thanë ato gjëra që na morën fushë dhe më çfarë morën ta gjëra në shtëpi që i ashtu i verifikuan. Gruajtën e policisë merrin ato gjëra janë se ne tuaja dhe nuk na thanë asnjë shpjegim. Tani kur qenë kaluan aty për në palestra, aty ka kamera, ata thonë nuk kemi parë gjë. E shumë edhe ata nuk japin një shpjegim të saktë, nuk janë shumë të çuditshëm. Edhe si qenë të kaluan, kamera s'ka ngapur. Se kamera ka. Por vetë burri dhe i Floreshës Sajmiri çfarë dyshon? Ai thotë, deri ai vetë mesazhin, ka mesazhin duke vajtur e ka bërë atë që ka shkojtur. Po edhe sikur në lumi u bë një muaj do kishin gjetur diçka. Është nuk është shumë e çuditshme. Ditën e tretë të katërt aty që kontrolluan, gjetën aty një palshap, ka një këpucë, po gjetën jo të motrës, se ishin numër 43, ajo kanë 38 tash, nuk janë të vajtë një kontrolluam aty jo. Ne këto tha edhe burrt, ajo që nuk e ka kemë nevojë 38. Aty kanë gjetur tjetër. Unë uroj që mos ke ndodhur kjo, është e rëndë. Realisht uroj që atë jetë larguar për arsye të ndryshme dhe uroj që të gjendet, të jetë një jetë, por Sajmiri besojnë që ndoshta e ka bërë atë akt fatal për jetën e saj, por do të thotë që ajo pas ka qenë shumë e rënduar psikologjikisht. Ky dhëndri nuk i kishte njoftuar më përpara që gruaja nuk është mirë, nëse vërtet ajo ishte rëndë. Nuk se besoj të ishte dobësuar për mungesë vitamine, edhe në spital që ka bërë analizet, që ka letra, nuk i ka thënë ndonjë gjë që je. E qartë, Gjergji, analizat që ka bërë ajo ka treguar parametrat e trupit që nxjerr analiza që është mirë, nuk ka diçka serioze me shëndetin e saj, por aman, për sa i përket shëndetit mendor, askush nuk e di. Ai mund të ketë qenë vërtet e rënduar, nga ana psikologjike dhe e ka mbajtur për brenda vetes së saj, duke mos shprehur që ta kuptoj vllai, ta kuptoj nëna, ta kuptoj motra, mendoj unë. Tani edhe këtë nuk e shprehte, në fakt nuk rrinte shumë zondet na mërzista, se ta thuash,
me sa kuptoj që zondet na mërzit se neve nuk ka shua. Do më mere pyesni e thoshte jo, jam mirë, punë, se thoshte hajde andej, ai thoshte jo, do vish ti këtu. E këto ditë të gjej shtëpi, thoshte hajde këtu dhe punë, kishte i pyetur në një vend. E të vishte ti këte. Mirë thosha, unë gjej me shtëpi të vite unë këtu afër teje. Një javë para që kemi folur për punën e shtëpisë. Pastaj kaq kollaj të Nuk e kishe menduar që do humbisje motrën në këtë lloj forme? Jo. Si. Gjergji, ke një mesazh që do të përcjellësh ditën e sotme? Uroj që ajo të jetë gjallë. Kjo është më e rëndësishmja. Po, uroj të jetë mirë dhe unë duhet të dalë vërtetë se nuk japin edhe policia nuk jep shpjegim të kështu ka kaluar këtu, kështu s'kemi parë gjë, dhe mbyesim për çdo gjë ju njoftojmë neve, nuk keni pse vini vazhdimisht. Ne po të kemi, mos keni ju do interes tash kur ajta japin e parë me mamën dhe me motrën. Mos keni si ju do informacion mos ju ka marrë, po të kishim informacion nuk vinim ne ju tash po ju kemi shpresë inshallah kemi kërkuar dot asnjë gjë. Nëse Floresha do të dëgjonte, unë uroj që të jetë gjallë, vazhdoj të këmbul, çfarë do i thuash? Çfarë do i them? Na telefonoj edhe nëse zot të kthehet është mërzitur me burrin apo ku ta di unë, se unë që kur vajta e pyeta mos ke bërë fjalë me mirin apo kështu jo thoshte. Nëse është mërzit me burrin apo të kthehet në unë ose të më thotë një mesazh që jam mirë mos më kërko apo të them të dim diçka kështu. Ta uroj me zemër të gjendet e vërteta. Gjergji, të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt për çdo informacion që mund të vi dhe ta uroj me zemër të mësosh të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e motrës tënde, Floresha Pengu, kjo 36 vjeçare që është larguar që prej 22 tetorit nga Trento e Italisë. Të falenderoj. Rosh, faleminderit juve. E në fakt, Gjergji tregoi momentet më të trishta për historinë e motrës së tij, ka humbur kontaktet me të që prej datës 22 tetor të këtij viti dhe nuk dihet, drejtimi ngelet ende i paditur, dhe pse mesazhin e fundit që ai i dërgoi burrit tregoi për aktin fatal që do merrte për veten e saj. Në këtë live ditën e sotme do të hyjë edhe nëna e Floresha Pengut, pra nëna e Gjergjit, zonja Feruze, kështu që e ftoi. Feruze, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Më vjen shumë keq që prej datës 22 tetor të ka humbur vajza. Po. Dua do të pyes, ti vetë si nën, më mirë se ty nuk e njeh askush Floreshën. Ç'a mendon se ka ndodhur? Po, nuk e di çfarë të them se ishte shumë e zgjuar, shumë punëtore, punonte jashtë mase. Si të them që kishte një gjë të brendshme, domethënë që siç më vdiq burri, ishim të 3 fëmijë, ajo donte na mante ne me garie gjithmonë, na tregonte në mesazh të bukur. E për veten e saj nuk e di që kishte, u thosha kjo është më e fortë nga këta të dy, të tjerë. Edhe nuk e besonja që se nuk tregoheshe për vete, nuk shpreheshe, por do pësoshe. Si erdhi që ka erdhur për burrin atje që bërën vitin, se në qeshore kishe vitin. Edhe i thash, hajde një muaj me që nuk je mirë, lere punën, hajde të qetësohesh se atë nuk qetësohesh dot. Se kishte edhe të vjen lerja vajzat asaj vjerës, të qetësohesh, i thash. Nuk e le dot punën, thoshte se nuk na del se kemi qiran të shtrenjtë. Edhe u ashu vetëm pas punës. Por, për shkak të punës, a e ka pasur konflikte edhe me burrin? Po, edhe sigur ashu, se ai i thoshte Leri pa i sëzinte punë tjetër, për shumë që t'i linte kjo, i thoshte gjejti një punë, 2 punë që t'a le unë. Ai kështu vetë zgjente punë, kësa i thoshte Leri, edhe ajo mundoshe shkreta që si të punonte edhe më shumë. Në djenin tuaj e dashur Feruze, vajza ka pasur konflikte me dhëndrin? Por, kështu të mëdhaja jo, po që gjithmonë ishin këto gjera jo, pse punon jo, pse s'punon jo. Po, se dinja që i kishin ka shumë, për shumë, që gjithë të arrite, po këtu është një arsye që të lesh fëmijë. Që ajo, sidomos çukën e vogël e kishte si
është 8 vjet ajo, po me ziu ashtu, me vitamina, me ashtu dhe më thoshte mua e qante, thoshte nuk më ha çu, po vetëm me vitamina e rriti. Tash I ka për mashallah dhe ti leri tiki, nuk e di çfarë arsye ka. Nuk e di që dali e vërtet aso, nuk e di se si shkoni në shtëpi ato, se edhe nuk merr vende neve nga që kishte këto problemet. U mërzit në këta se kishte 2 vjet që iku për letrat në Itali dhe si di që dhe I ati. Sa vite kishte Feruze Floresha që jetonte në Itali me burrin? Po 3 vjet e gjysmë ka që shkoja ajo shketa, 2 vjet se erdi fare se gjeri do në letrat. Kur erdi ajo I ati ridigje dhe ju prish që atëre ajo nuk po duronte me. Se ashtu me burrin, po pasaj nuk po duronte me se u do pësua truri. Edhe thoshte edhe I ma kthente shumë, nuk më pyeste, po thoshte ky shoqi dhe nuk ma shuaj, thoshte nuk dure boll, mos më fol, thoshte se nuk duroj tot. Uf, e nuk e di çfarë ka ndodhur që iku ti kështë të lesh fëmijët, është një arsye fort këtu. Unë nuk e di çfarë është, po dali e drejta, se s'unë ta akuzoj njeri kot. E qartë, ty Dhëndri çfarë të tha, sepse ai ka treguar djalit tuaj Gjergjit një mesazh të dhimbshëm. Po, kështu tha, I tha më tha që do ikte babi, tha dhe tash ja u zunë, a se si që tha do ikte babi, a e ka, nuk e di tash, nuk e di çfarë të them. Ju vetë me Sajmiri keni folur? Po, kam folur, kemi vajtur edhe atje, në shtëpi, vajta e takova dhe qupat. Kemi vajtur, po, se dim të vërtetën, nuk e dim të vërtetën, si është. Mendon që mund jetë larguar dhe ndodhet diku? Po diku, po ajo të gjitha me letra, me ç'kishte në çantët, ajo nuk ka marrë asgjë. Me pasaportë, me kartat, asgjë me vete, hiq. Që kjo t'je përshtypjen që ajo ka dalë e vedishme, duke lënë çantën në shtëpi. Po, kujti unë e shkita si të si. Po, këtë lënë ajo, normal e vedishme, po. Nëse tim të shi që a e la ajo, a I quen ato, kujtim nëse qarë është be. Por atë ditë kur ka qenë në punë në palestër dhe ka pastruar palestrën në mëngjes dhe më pas është zhdukur, ka pasur punëtor të tjerë në palestër? Ka folur me dikë ajo? Ka komunikuar? Jo, vinin e pastronin në këto bosh, pastaj vinin ata të punës. Po pra, vinin përpara, kishte njeri, vire dhe atje ja ka çuar, ka lënë çelisat dhe I ka thënë që I ka këti pronari, për shembull. I ka thënë unë se jam do I gjë në spitalit, I ka lënë atje. Çelisat e punës, si që thonë këta, se a këta I quan, a I bëna, nuk e di çfarë është bërë aty. Ku e di unë kështu siç na thonë. Ne kush na shkon mendja? E dashur Feruze, si ka qenë marrëdhënia e Floreshës me Sajmirin ndër vite? Sa vite kanë martesë ata bashkë? Kanë 16 vite martesë. Si ka qenë martesa e vajzës tuaj? Po më pare mirë ishte, po kishte votje dhe sa të duash. Sa u detyruan e ikë në Itali, se punonte në konsentra në Tirana, po nuk e di një që ishin ka të mdhaja, se nuk shfaqe shumë ajo. Ata kanë jetuar në Tiranë me qëra? Jo, e kishin shtëpinë e tyre, e kishin në Tiranë e re, po u thanë që do prishin shtëpitë dhe ikën në vazet, çfarë të bënin shkretë, që vajtën atë për prishur shtëpitë. E dashur Feruze, nëse ai mesazh që ajo ka dërguar është I vërtet, do të thotë që në ato orar 7 apo 7:30 qyteti është I populluar, dikush do ta kishte parë vajzën tuaj. Po. Prandaj neve sikur se dim që është bërë mesazhi nga dore saj. Se vetëm telefoni nuk gjendet, të gjitha I ka lënë ajo. Tash është shumë e çuditshme se njeriu kur nuk kur nuk jam mirë ose kur nuk ndihem mirë psikologjikisht, kur nuk I bëj tëra gjërat të sakta. Ai ka bërë gjërat që ka marruar punën, ka thënë aty që unë po e le punën, I kam lënë çelësat këtu, burri I thotë kujdesu, pastaj vetë të mbytem unë. Po unë kur vetë të mbytem mos pyes, pra nuk mendoj për gjërat e tjera, no vetë ikë kur është njeriu të zinë çfarë mendoj me. Po kur është aq keq,
Pse të mendon ka menduar ai gjëra që i vinte gjërat aq të sakta, ka lënë çantën me të gjitha gjërat në shtëpi, me kartë pak me të tjera gjëra. Aty të punës i ka lënë tëra me puna. Pastaj ka thënë miru bafshin, pastaj vetë unë kur nuk jam mirë, ngrihem zinga dik i dal bam për plasën, trenin e ka afër, lumin e ka afër. Nuk mendoj. Prandaj të shkon mendja më shumë gjëra, se kur nuk jam mirë, unë nuk mendoj për punën më. Po ti aq i ngarkuar domethënë aq. Na dyshojmë, se dim që të them. Dyshoni se mund të jetë larguar dhe ka shkuar diku? Mund të ketë përkeq dikush tjetër. Mos i ka dikush tjetër themi neve dhe mos ishte kështu mund të zinë ku t'jave shkaj, po të mos ishte mirë nga mendja, aq i ngarkuar, aq keq. Nuk do bënte gjërat e sakta. Ajo s'po i ka bërë gjërat me të le punën mirë në rregull, ta pastroj, të le çantën në rregull, të le këto gjërat në rregull, pastaj do të zgjidhen. Pra, ju dyshoni se ndoshta dikush mund të ketë bërë keq? Po ç'ku vete mendja? shkolla dhe mendja dhe kështu. A ka pas në dinin tuaj, a ka pasur konflikte me dikë Floresha? Po jo, kur s'dim gjë kështu, ne nuk e dim. Çfarë themi. Pastaj dy të fundit ka qenë burri dhe në puna. Tu është puna, ajo s'ishte në një kafeneve apo shu, ajo direkt në punë në shtëpi, as gjikundi tjetër. S'dilte as. Më lijoni në këto momente të bëj një thirrje Gjergji dhe Feruze, gjithë me shpresë që çdo shqiptar që është duke na ndjekur, çdo shqiptar që mund ta ketë parë, mund të na ndihmojë me informacione. Jemi në kërkim të Floresha Pengu Dashurmish, një 36 vjeçare nga Pogradeci, e cila fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e saj në 22 tetor të këtij vitit nga Trento e Italisë. Floresha është nëna e 2 vajzave të mitur, ai ka dalë mëngjesin e 22 tetorit për të shkuar në punë dhe nuk është rikthyer më pranë familjes. Ndërkohë që nëna Feruzeja dhe i vllai Gjergji janë duke treguar detajet dhe historitë e humbjes së Floreshës, gjithnjë me shpresën që ajo mund të jetë gjallë dhe si ka ndodhur asgjë e keqe dhe unë e uroj me zemër që ajo të jetë gjallë. Faleminderit të rrofshti. Po ndërkohë, bashkëshorti saj Miri është në kërkim, po vazhdon kërkimet? Po, ashtu thot. Po për dy vajzat e vogla kush po kujdeset? Po e jema e Mirit edhe Miri. Ka marrë nënën e vet? Po. Po Krushka, e cila qëndroi 3 muaj, e dashur Feruze, jetoi me vajzën tënde, ajo kishte kuptuar diçka tek vajza? Po ajo se tash ata unë nuk i besoj dot tash ata çfarë do që të thonë. Pastaj veti thotë që shkon në punë. Shkon në punë se kujdesem për gocat. Pastaj lere punën, kështu shkon në punë, lere punë. Po kishte konflikte sa të duhesh, po çfarë të themi? I duronte mbase. Çfarë të themi? Jo, ndoshta ti si një nën gjyshe atyre vajzave të mitura që janë vetëm sot pa nënë e tyre, edhe Krushka që edhe ajo është gjyshe, ka folur me ty, keni folur bashkë me njëra tjetrën? Jo. Pse nuk e folur? Po nuk kam folur se unë flisja me atë tashi edhe me Krushkën folëm dhe vajtëm aty. Folëm se aty ndejmë neve, po nuk çfarë të thot ajo si nene në shtëpi. Fila, gocat, fiku. Fila, gocat, të kishte edhe ajo. Sa i pa i kunja përpara në... Pasaj nuk i dihet e vërteta që ka ndodhur me Floreshën. Një nën nuk do t'i linte kurrë vajzat e saj, duke ditur që ajo punonte nga mëngjesi deri në darkë për ato vajza. Po. E si linte një orë, jo t'i linte fare, po nuk e di. Është një gjë këtu, po çfarë të them? Dhe gjithë meraku im është tek shëndeti i saj, si ka qenë ajo nga ana psikologjike atë ditë kur ka dalë për në punë. Se di, po ajo për të qenë nuk merrte dot asnjë lloj vendimi në atë shtëpi. Për shemb, gjithë jetën ashtu ka qenë, domethënë duro se as për gjën më të vogël nuk merrte dot një vendim vetë. Ti mos kështu më. Çfarë të them? Unë jam zero, këtu kështu më theshte ajo.
Unë jam zero, këtu të shdo punoj, të shdo të shtilë në lek, të alë qupa dhe thale. Po nuk e mendova i do të bënte këte. Që të them. Feruze, ke një mesazh që do të përcjellësh si nën? Po kam një me kun në qovë se është gjallë të nave japi një lajmë që jam gjallë të paktë dhe të kthej të nena, të vlaj, të motra, të fëmi. Të kthej edhe për fëmijët një herë që gjuna. Meraku jot me i madh si nën, kush është? Ka meraku ti me se unë nuk e di të vërtetën, nuk e di si ka ndodhur. S'di që të them. Si ta akuzoj njeri, s'kam si ta akuzoj se pa dalë e vërteta, të dalë e vërteta të paktë. Se kështu nuk të flasim edhe kotë, se nuk e tim. Se edhe nuk shprejshe, kishte shumë probleme, kishte në shtëpi, kishte në punë, se punën do të ta bente gjithmonë, do të saktës, do të t'i thoshte njeri që se ke bërë punën mirë. Në punë loshe, me fëmijë të lartë e kurosur, me burri dhe një pjatë nuk e lante, priste gjithmonë pesaja. Ashtu i thoshu, me mamja i tipe, është atë fatë patë e kaqë. Gjithmonë edhe unë nuk i jep një të drejtë, të thoshe jo. Tu bënë qupat, të me dhenë, që të them, nuk e di. Me vojtje, me të keq që kanë jetore në Tiranë, aty që erdhi. Nuk shfaqe me neve. Unë uroj dhe shpresoj që mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Uroj që të jetë gjallë dhe me zemër ta uroj Feruze të mësosh të vërtetën që ka ndodhur me Floreshën. Po, këtë duhet të dalë e vërteta të paktën. Ta di që çfarë halli pati. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, falenderoj që të pata Feruzet, falenderoj Gjergji dhe ju përshëndes të dyve nga Tirana. Faleminderit juve. Përshëndetje, ju falenderojmë shumë dhe juve emisionin tuaj. Bravo dhe ju që punoni dhe keni mësirë shumë. Njerëz që kanë humbur. Ju falenderojmë shumë. Të falenderoj. Kemi fjalë që të themi. Mundohu të qetësohesh. Rofsh, vetëm të dalë e vërteta dhe të na japi një lajmë e gjallë që fundja. Inshallah se ajo për lumët është nisur, po inshallah i ka dalë të ndonjë përpara që kam një kak shpresë dhe mos i doli me shoqja ndonjë që se punonte më për plaka kështu që pas donte punonte. Edhe inshallah ndonjë mos i faq. Ndalu se ishte goxha gjata i lumi që t'ishe, thash mos e pa njeri. E dhimbshme është histori. Mirë, ju përshëndes, të dyve ju përshëndes. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim, gjithë mirë ato zot juve. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Urojmë dhe shpresojmë mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e Floresha Pengut, nëna e dy vajzave të mitur, kjo 36 vjeçare që rezulton e humbur për familjen e saj që prej datës 22 tetor. Kushdo që e njeh, kushdo që e ka parë, mos të hezitojë të më kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Urojmë që ajo të jetë mirë dhe mos ta ketë marrë atë akt fatal për jetën e saj. Ju falenderoj dhe juve që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni ndihmë, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani dhe në numrin tim të telefonit, por edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.